Prandaj edhe u kam cik edhe shembullin, vallahi, shembull të shumë të ka. Pa kam cik disa herë. Do një shembull që e përmend thirr sinjor Hoxha dietari Muhammed Hasani. Të njëra isha në Kairo dhe më ftuan që me mbajt një ligjërat në një xhami. Shkoj mbaj ligjëratën dhe më than, ai që ka ndërtuar këtë xhami, është një xhami shumë e bukur apo, shumë luksoze. Dhe më than, ai që ka ndërtuar këtë xhami banon në katin e 10 të kësaj ndërtese. Ndërtesa e madhe dhe poshtë xhamia e madhe apo. E ndërtuar. Po ka dëshirë me taku, mas desën se ki mundësi Hoxha. Tash po më që s'ka sprish punë me taku. Kryesorja tha kur shkova, mbritë në një dhomë të madh të tij, ishte dhomë shumë e bukur, sallon i madh. Njëri domun që i ka pa Allahu mundësia. Kur ulëm, tha, po më thot, Hoxha po e sheh këtë zën këtu. Tash po e pas kërkuar shumë bukur. Tha i ngjante mezidit atë. Ama ish mezid special për te. Ai aty domun bënte ibadet nafile, adhuronte Allahun xhallahu ala në sallonin e madh thjellë. Dhe priste musafir. Tha po më thot, ky sallon që ti po e shetash, ka qenë vend ku do të thotë është bë zina më të madhe këtu ato. Po të dha un kompas argat të mi që veç i kom çu, ma bjen fillon artistën, këngëtarën dhe këto janë prezantuar për një orë ato. Për shkak të parave të mëdha që i ka ky njeri ato. Tha një ditë, tha i dërgova ata chat, po në gjah që me pru një prej këtyne. Ti është që një ditë e rradh për zina. Tha dhe duke prit ata, don e lëvizja kanalin televiziv ato. Sikur çka ka me ngune i kong diçka që e disponon desa të vjen, do të thotë malli. Tha ndërkohë duke lëviz, ndu njëri me mjekër. E lëviza, po mulin këtu tash, çka po lip ky njeri këtu se këto kanalet që ka përzgjedh ai, nuk bën vakia me dal dikush me mjekër aty. Se si ka marr ata që dalin me mjekër aty. Dhe thash mos e kanë zonë dikon e terrorista diçka, po kthen apet. Ai shkon në kanal, do të thotë i Dubait, shema me Hasani kën Kaira po kthyer, shema Hasani në Dubai. Tu ka dhënë për zinon. Para mëna, subhanallahu. Kur zon Allahu xhel wala. Sa edhe unë po mendoj që të kanë zonë, të kanë shtin burr, të kanë në ekspozit të kanë gjetë, apo çon çe lajm. Sa ti kallzoj dersa. Edhe vallahi betojmë në Allahun e Madh se ishte hera e parë një temë që unë ndëgjoj se zinoja që kanë kaq shëmtuar. Kur s'kom njëft. Kom di që është haram, po kështu e sikurse shumë njerëz si por atë kanë haramin. Apo, jo për çka që është keq, ku nuk kom ditë. Edhe subhanallahu, në moment duke ndëgju, më kanë rridhur lart dhe jam penduar tek Allahu xhallahu ala. Ata janë shkuar më afru, ata rrugës të u kthy. Do të më çujun pasru, edhe jam lidh namazot. Kur më lidh namaz, ju nhi ata shokët me atë çokon ajo, Allahu më çokon ajo. Pa që si bërlogu i udhës, çka do qofte? Edhe ku më kanë pa, kanë mënu se më kanë rrugë shejtan ta diçka më ka rrugë mësmu. A vëllai, jena që më marr atë ta rrugë po falet, di shumë ku është ku me ku mbas një vit të njëri, po një orë hesapi. Edhe e kom urdhë namazin, i kom dëbu, i kom kur mos i të mësosh. Ka marr fund kjo punë, 5 ditë e kom ndërtuar një xhami për i Allahut poshtë për muslimanët, e ja kom dhënë vetë një nalt ka, jo për shkak të më ik me xhamat e ka val poshtë, po për shkak që thjesht nuk kom dashur që asnjë pjesë e këtij salloni më kujtu të kaluara, duhet që ka do të shikoj më kujtu të ubën ato. Çka 5 minuta ka pasur me pa dikon ja ka ndruar jetën ato. Me kjo jetë që ja ka ndruar ti, jo veç aty, po sonjer ja ka ndruar tani ky jetën ty në mua, apo me xhamia, e me projekte me sana ato. Andaj mos në nëshma vëllave. Ka një 5 minutës, një CD, një fletush. Kush dhe i kurrok, Allah alem. Banketi kur nuk mush me marrë vesh, ku ka po të bje. Nuk mush me marrë vesh. Jemë në kjame kur dalë në dorë, thëtë, që ka që në uzu për shkak se ti i ke qua atje. Që ka që uzu për shkak se ti i ke shpërndave. Që ka që uzu pëse ti i ke thonë dikujt, është një kanal televiziv, në që ka të sa ti jep të bërëme, këqyre. Ve që ka që ti ke thonë, kur që më s'ke bo? Apo? A se ke mojt kanalin, a se ke mojt, kur s'ke mojt? Ve që ke drejtu njerëz, lëshane që ka të sa ti, veç prekesusën atje. A e ka preku në uzu. Ti e sebeb, ti të shkojnë se vapet atë. Bashkë me ata që edhe janë pjesë bashkë në këtë sebeb. Andaj, të ashtim dhe vetë në vëllë ku të këna mundësi, mos hezitojmë. Me këtë që këna mundësi, të bëjmë projekt me të vërdet tjetës tonë, që me të vërdet këtë rajan, këtë pjesë, këtë nahi, që ka të qoftë? Une do të mundohem që spaku këtu e njerëzve tu a bëjt të qartë, ose spaku tu a mundësoj me nguti që ka për din të Allahu subhanahu.